Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, si gjithmonë ne mbështesim shqiptarët që të angazhohen në jetën politike amerikane. E kemi mbështetur të gjithë kandidaturat që janë këtu në Michigan, pavarësisht drejtimit politik që kanë pasur dhe kanë. Por gjithnjë jemi të mendimit se ti mund t'jesh më afër me votuesin kur i bën të ditur se kush je, se çfarë mund të bësh për të, edhe si mund të arrish këtë. Dhe kjo arrihet edhe nëpërmjet intervistave në televizionin tonë. Dhe sot kemi një mik tonin tashmë është bërë si zot shtëpie, Renis Nushaj, kandidat për senator në shtetin e Michiganit në zonën elektorale 9 apo distriktin 9. Renisi vjen me një përvojë, sikurse kemi ndjekur në bisedat e tjera nga fusha e drejtësisë, por natyrisht do t'jap më shumë. Ndjehet sepse ka realizuar ëndrrën e vet, por do t'i jap më shumë komunitetit ton, komunitetit shqiptar, në zonën ku ai jeton. Për të diskutuar mbi këtë dhe për mbulësitë e tjera se si po shkon fushata, ne kemi ftuar edhe një herë zotin Renis Nushaj këtu në emision. Renis, mirëseherë. Mirësevgjeta, faleminderit. Atëherë fillojmë me pyetjen e parë, si po shkon fushata apo puna juaj? Fushata po shkon shumë mirë, ne jemi me fat, dhe i falenderoj për ftesën gjithsesi. Jemi shumë me fat që kemi mbështetje të madhe si nga ky komunitet dhe nga miq, familja, gjithë njerëzit që kemi rreth përçark vetes, dhe detyrimisht jemi të angazhuar në mënyrë totale. Jemi në 2 javë të fundit të fushatës. Votimet bëhen në 4 gusht, votimet finale. Tani jemi në atë fazën ku po bëhen votimet paraprake, dhe kemi aftësinë që të bëjmë vota që në këtë moment. Detyrimisht duke qenë se jemi kaq afër fundit, edhe dëshira jonë edhe angazhimi jonë ka qenë edhe më i angazhuar se sa më parë. Edhe siç keni thënë më parë, është mbase pak më i rrëmujshëm tani, për arsye se keni dëshirë që të arrijmë sa më shumë që të mundur në këtë kohë në ngushtin e ka mbetur, duke qenë se shikojmë fundin e fushatës. Kështu që kemi bërë më shumë, kemi trokitur më shumë dyre se zakonisht, po bëjmë më shumë intervista se zakonisht, po bëjmë më shumë angazhim social në media sociale se zakonisht, edhe këto janë gjitha normalisht për të arritur ato, duke qenë se jemi afër fundit dhe afër atij vendimit final. Një nga gjërat që unë kam vënë re, sidomos në politikën amerikane, është fakti që politikanët kujtohen për elektoratin gjatë fushatave. Harrojnë pastaj çka i kanë thënë. Megjithatë, ju më keni thënë në një bisedë paraprake faktin që keni trokitur derë më derë. Unë do desha të di çfarë ju kanë thënë zgjedhësit e tuaj potencial, çfarë kanë kërkuar ata për jush. A ju kanë njohur ju, apo jeni një person i panjohur që troket në derë dhe i thuat ca gjëra për politikën, por ata duan të zgjidhen ato që janë më imediate, dhe në këtë mes çfarë kompetencash ka një kandidat i mundshëm apo një senator i mundshëm i shtetit që të ndihmojë mirëqenien e elektoratit? Ajo është pyetje ai sa është e fokusuar është edhe gjëra do ndi përgjigjen një të mirë. Me fokus, po dhe me gjërësi gjithashtu. Është interesante, në aspektin personal, unë normalisht kam 16 vjet që jam avokat, dhe kam pas fatin të përfaqësoj, si thua, mësoj me sa rrolla brenda komunitetit tonë, në çdo gjykat mundshme, në çdo aspekt mundshëm të ligjit që kemi. Detyrimisht si edhe prej reklamave që kam pasur gjatë viteve dhe angazhimit social për te fushës së ligjit, kam pasur fatin njoh shumë njerëz, njihem me shumë njerëz, jem, si thua, relativisht i njohur brenda botës time. Ajo më ka ndihmuar te masa në lidhje me këtë kandidaturë. Detyrimisht edhe angazhimi që kemi pasur dhe natyra e fushatës që kemi pasur në përduar dhe që kemi shpalosur gjatë këtij viti tani, se kemi kaluar vitin që kur hodha kandidaturën. Ka qenë diçka që na ka ndihmuar te masa në lidhje me njohjen ndaj komunitetit. Kështu që kur shkojmë trokasim në përdyer, qoftë unë, qoftë anëtarë të tjerë të ekipit të elektoral, në vijat përgjithshme kemi qenë ngrohtë në këtë aspekt, sepse njerëzit nuk është se e hasin emrin për herë të parë, përkundrazi. Biles nga një herë çfarë shohim ashtu don, ai është avokatim, ose ai njoh për këtij angazhimi social që ka pasur Renisi, gjëra të tilla. Edhe ajo është diçka me vërtet pozitive. Në lidhje me aspektin e pyetjes që ka të bëjë me çfarë po dëgjojmë nga dyert, mbeten akoma të rëndësishme në shumës aspektet e ekonomisë edhe aspektet e
aftësisë për të përballuar ekonomikisht realitetin. Ato që quhen anglisht affordability. Edhe ajo mbetet e rëndësishme dhe është nga janë është edhe e kuptueshme edhe e çuditshme. Është e kuptueshme sepse këto janë interesat tona individuale familjare. Normalisht nëse je mirë nga aspekti ekonomik, si personalisht ashtu dhe familjarisht, ke aftësinë që të bësh më shumë se sa ç'duhet për te atyre nevojave imediate. Ke kohë që të angazhohesh në mënyrë sociale, politike, më thetash. Nga ana tjetër është e çuditshme sepse jetojmë në shtetin më të pasur në historinë e gjithë njerëzimit. Jo thjesht më të pasur në sot, në gjithë historinë. Dhe që të flasim për botën tonë, për universin tonë, për botën amerikane, dhe të flasim akoma për aftësi, për të flasim për ekonomi, dhe pa aftësi ekonomike, është diçka me të vërtet e çuditshme. Edhe roli jonë në këtë fushat specifikisht, po në çdo fushat, në çdo angazhim politik, si kandidat, si individ që po kandidojnë për pozicione specifike, apo si dhe njerëz që i kanë ato pozicione sot, roli jonë është të japim përgjigje këtyre pyetjeve. Si është e mundur që në këtë shoqëri, në këtë vend, të kemi akoma probleme ekonomike? Është e papranueshme. Ne kemi një buxhet në këtë shtet që është $81 miliard vit për vit. Aq harxojmë për veten tonë. Kemi një buxhet në mbar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është $5.6 trilion. Që harxojmë veten tonë vit për vit. Në një sistem të tillë, qyteti ku jetoni ju, unë, më the tash edhe për qarknesh harxojmë $100 milion vit për vit ke vetja vet. Në një sistem të tillë, detyrimisht është normale që të pyesësh veten, po ku shkojnë këto parë? Po. Sepse nuk është se i shikon, nëse shikon rrugët akoma që janë më keq ande nga rrugët nga vim ne. Këtu ka një problem. Edhe problemi mund t'ia vësh vetëm një emër ka një problem zakonisht. Është korrupsion. Se diku shkojnë edhe parë, thjesht nuk po shkojnë aty ku duhet. Kështu që këto janë ato angazhime që kemi në përdyer edhe në takimet e ndryshme që kam unë me komunitetin. Këto vazhdojnë të jenë pyetjet dhe janë pyetje që nuk janë përgjigjur nga klasa politike, qoftë nga njëra parti, qoftë nga partia tjetër. Sepse po të ishin përgjigjur, do ishin duke bërë akoma sot e kësaj ditë. Do merreshin me gjëra të tjera mbase më të vogla, më të parëndësishme, po fakti që po merrem me këto gjëra madhore, që janë bazike, tregon që klasa politike këtu është e dështuar. Okej, atëherë më thoj 5 çështje që janë kryesore, që janë edhe pjesë e fushatës tuaj, që ti gjen edhe nga elektorati. Patjetër. Unë të them në bazë të rëndësisë që gjoj në bazë të çfarë gjejmë nga komuniteti jonë. Ekonomia, affordability është numër 1. Edukimi. Arsimi është absolutisht biles nga njëherë është momenti që është ekonomia e para, po në përgjithësi arsimi është gjithmonë e para, po kjo është minimalisht e dyta. Si aspekt të tretë është public safety, siguria publike, siguria në bazë të siguria e familjes, siguria e individit që kemi brenda shoqërisë. Pastaj dy që janë komplet të momentit, do thosha unë, që janë shumë interesante për mua, kanë të bëjnë me data centers, me fjalë të qendrat e informacionit në lidhje që po mundojnë të ndërtojnë çdo qoshet Amerikës, AI. Okej, po ato kërkojnë një pjesë të mirë energjie, kërkojnë një pjesë ujë, ka probleme me pronësinë, me njerëzve, me absolutisht. Problem shumë i madh dhe është një nga pyetjet që bëhet më shpesh në këtë cikël që dëgjojmë neve tani. Dhe tjetra është gjithashtu e ndërlidhur me punën e data centers ka të bëjë me këto kamera që po vijnë në çdo qoshe të çdo komuniteti ku jetojmë neve, që janë kamera që supozohet marrin fotografi të vetëm të atyre licencave të targave të makinave, por në fakt marrin fotografi të gjithçka dhe përdoret ato data që kanë ato, përdoren, shiten, merren nga social media companies. Në fakt po më kujton 1984. Absolutisht. Edhe që çdo kush që në çdo derë që shkon, në qoftë se flet më shumë se sa 10-15 sekonda, dashur pa dashur vjen këto dy të fundit. Interesant. Shumë interesant. Po mirë, nuk e di, ndoshta nuk e kam të qartë, planifikohet në i data center këtu në zonën tonë, patjetër. Po ndërtohet një edhe është planifikuar dhe do ndërtohet një në Muke Universiteti, Oakland University. Është ke një nga ato parking lots aty, sa nëse hyn nga University Drive, sa hyn brenda janë 2 parking lots janë në hyrje. Ke ai që është më afër rrugës, mua aty kam planifikuar ndërtoj një. Squirrel Road. Po, Squirrel Road, tamam. University of Squirrel parking lot i parë që flet aty është parking lot që është numër 37, aty është propozuar që do ndërtohet.
Edhe mos harro që këto janë e para njëri janë godinat shumtuara që janë vetëm blok betoni, normalisht. Se nuk është se po ndërton njëri diçka siç atë mund të jetë ndërtesat e Parisit edhe hajde se po e pëlqejnë gjithë. Është një ndërtesë pa dritare, pa gjë, vetëm blok betoni, edhe një nga harroj edhe përdorimin e ujit, përdorimin e elektricitetit, energji elektrike që një farë mënyrë rrit elektricitetin, energjinë e gjithë zonës, çmimeve të elektricitetit të gjithë zonës. Por një nga gjërat që ndodh është që komentohet gjatë gjithë kohës është që ka një zhurmë konstante në operacion. Po, që është konstante dhe në lidhje tani unë s'do i bëj nuk di të them me decibel, po di që është e tillë që deri në 1 milje larg asaj ti do të dëgjosh një zhurmë konstante. Edhe këto janë gjëra si thosh, edhe ne kemi 53 nga këto në shtetin Michigan, që nuk është se jemi pa ato, po janë nëpër vende që ti nuk të ka rasti. Po tani duhet qenë se e kanë më të kollajt këto korporata që i kanë prona. Kanë ujin aty afër, kanë atë gridin elektrik aty afër, aftësinë që të bëjnë mos kanë 100 kanalizime, po të bëjnë 5 metra kanalizim, në vend që të bëjnë 500 metra kanalizim, i bin shkurt.